Sot kemi në studio kujdestaren Mersiha Resulbegu Mavriq dhe nxënësit Ailin Kollari dhe Elmira Liković. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjetme. Mirë se erdhët edhe njëherë, faleminderit. Është kënaqësi që t'ju kemi këtë mëngjes për të bashkëbiseduar, të themi kështu, për një eksperiencë të juaj në arsimore, edukative, kulturore. Si ishte atje? Na tregoni, profesoresh. Mund të them se ky projekt që e bën Ministria e Arsimit është diçka shumë i bukur dhe është edhe për një të sa vite vazhdon të mbahet. Për këtë historie me ditë historinë që na duhet të gjithëve dhe me shku 2 ditë mi pa, mi përjetu dhe si thot edhe mu argëtu pak, dhe më thanë me fësu diçka dhe mu argëtu nxënësit e shkollës sone, ishtë diçka shumë, një përvojë shumë që i duhet dhe ish mira me pas sa më shumë që përvojash. Unë jam përgjithësi kujdestare klasës 7D, në gjuhën malezeze, por kam marrë ashtu me nxënësit e mia që janë kujdestare Zana dhe Valbona arsimtaret. Dhe më thanë, ka qenë shumë bukur që është ditën si kena shku atje, sepse fëmijët kajnë përjetu e para gjak, kajnë pa njëherë borën kër kena më rritë, atë në Ivanova Korita, nga ka pritë bora. Nuk kena mujtë me shku deri në Lofqen, nga që ishte lartë më shumë borë dhe akull, por atë ditë aty kajnë pas, hem janë shoqnu, hem kajnë pas mësime, kajnë qenë atje me edukatorët që i ka mësu historinë e Cetinjës në përgjithësi dhe që na pret të nesërmen, çka do na pa të nesërmen, dhe normalisht të nesërmen mësë ne i kemi shkua dhe me pa palatin e mbretit Nikola, biljardën, kena pa monumente historike, etjere, etjere. Diçka re jomë ndoshta të themi për nxënësit, sepse këtë histori ndoshta dhe kanë dëgjuar dhe kanë mësuar në shkollë, por është diçka tjetër kur shihet në vend. Me tregoni si lindi ideja për këtë projekt Një orë historie në Cetinj dhe cili ishte, mund të them, qëllimi kryesor na treguat, sepse nxënësit kanë mësuar, kanë përjetuar diçka tjetër dhe më ndryshe, por ideja si lindi? Po kjo është diçka që ka bën Ministria e Arsimit dhe është diçka që është 7 vite më shumë që bëhet kjo projekt dhe është diçka që na pret të tanëve ne kujdestarëve kur i kemi fëmijët në 7. klasë. Dhe më thonë, por kushda që e ka manu, dhe si e ka i manu ish shumë diçka bukur, ish një përjetim shumë i bukur, se na i fson tërë të gjana në shkollë, por ish nësh kur hem e sheh, e përjeten, dhe ish diçka fare ndrysh. Edhe mësimi ish bat edhe më i kajlajshëm edhe më i bukur. Edhe më interesant. Normalisht. Ailin, më trego çfarë të pëlqeu më tepër ty nga kjo vizitë që pate me nxënësit dhe me shokët dhe shoqet? Më shumë më pëlqeu vizita pra në qendrën e Cetinjës, ku pam muzeet pra pallatet të mbretërve të ndryshëm, dhe më pëlqen, dhe pra është, siç e tha arsimtarja, është një ndjenjë më e bukur kur i shet të gjithë dhe i përjeton nga afër. Çfarë të ishte dukur ty më interesante aty dhe keni pasur ndoshta edhe ato bisedat e përbashkëta me shokët dhe shoqet e klasës, çfarë keni komentuar më tepër nga ai vend? Kemi komentuar shumë gjëra. Më shumë përshtypje më ka lënë jeta dhe roli i mbretërve që kanë pas në atë kohë, por edhe historia që kemi mësuar më shumë. Elmira, më tregoa mësuat diçka të re që ndoshta nuk e keni ditur, apo edhe ndoshta nuk e keni kapur shumë në ato orët e mësimit të historisë? Po, ne mësuam shumë për mbreti Nikollën, mësuam për një Goshin dhe të tjerët në lidhje me histori. Çfarë të ka lënë ty më tepër përshtypjen nga ky, nëse mund ta them kështu, them traditor? Mu më ka lënë më shumë përshtypje vizitët që i kemi bërë nëpër muze të ndryshme, nëpër biljard, që i kemi shikuar se si ka jetuar, ai si e ka pas gjendjen. Po. Mersiha, më trego si e shihni ju si një kujdestare dhe mësimdhënëse nga këndvështrimi juaj, sepse ju keni qenë me nxënësit, si e shihni
atë ndjesinë e nxënësve dhe si e përjetuan këtë udhëtim? Shumë më interesant ka qenë më pak kur kena qenë një nesër me në shkollë, nga që të gjithë kanë qenë shanë. Dhe më thanë të gjithë kanë qenë shanë, si në sa bukur e kena kalu, shika kjo është një përjetim i bukur, që duhet të gjithë mi ta përjetojnë, se katë nuk ka dalë që lypet mësimi edhe mu punu për mujt me pas ndjesi ma shumë se qka isha ja. Se me ti me shku në Pallatin e Mbretit Nikola dhe me pa mënyrën se si kanë jetu ata në atë kohë. Ata, nuk ditesh, më thanë, ato tavolina, ato piktura, ishtë diçka pa mujtë, ndatë përjetohet, aja datë përjetohet, më thanë, ishtë diçka interesante, posa qëresh për ta, njësej edhe për mu, por posa qëresh për ta, me pasën qëfar nivellit ishtë jetu në ta kohna. Kështu që tanë kajnë pas përjetime të bukura dhe normalisht janë argëtu, ka qenë një natyrë perfekte atje në Ivanova Korita, ku më vonë mas tanë kësaj shëtitje kajnë ardhë dhe kajnë shëtite, kajnë shfryje, dikush ka luajtë futballa, dikush, dhe më thanë, shumë ka qenë bukur. Kështu që unë e më nej se ta kajnë si pas asaj, se që kam folë me ta si kena pasor, ta e në tanë të knaqën me eksperiencën që e kajnë pas ne. Ajo është me rëndësi të kthehen të knaqër dhe të mësojnë diçka. Normalisht. Me tregoni, plani ishte të 2-3 ditë sa keni qëndruar atje, kanë pasur të gjitha një plan të ndryshëm. Që nga dita parë, si e filluat ditën? Ditën e kena fillu kur kena mbrit atje, dhe më thanë ditën kur kena mbrit atje, na tanë kena pas për mu njoftu, dhe tanë kemi pas orarin e caktumun ka 3 paralele, kemi pas caktumun për me da në për koridore të hotelit, ku atje kajnë artë edukatorët dhe i kajnë fësu nga muzeje ka tjetë, kajnë artë i kajnë fësu për historinë. Dhe asaj se që do në pana, për historinë e Malizi, për historinë e Cetinjes, dhe asaj se që do të shohim të detë. Dhe më thanë kajnë qenë ma par 3 paralele, ma së nej. Ata kajnë qenë prej 4 deri në 5, dikush ka qenë prej 3 deri në 4, etjere, dhe aja ka qenë shumë bukur për ta. Kajnë fitu ka një majic të gjithë, kajnë fitu ka një kes me lapse, ka një fletore të gjitha Cetinje jenë në priqa dhe më thanë, shumë bukur ka qenë aja, ka qenë organizumon, një nesre ka qenë si thohet si praks, ma për kajnë pas këte si orë, mëse një nesre ka qenë me pa, dhe atë ditë kur jenë aksy për Cetinjes, mësë nëj, kajmë pas quizin, si pas asaj, që kajmë su një ditë para, si pas asaj, që kajmë pa, që kajmë një gju kostosat e muzeumeve, me pas se sa kajmë majtë mend fëmit, dhe aja ka qenë shumë aja është gjaja ma mirë, se për sritja somi është gjaja ma kryesore, kështu që edhe ka qenë shumë interesant edhe na si kujdestar që bëjmë tifo për klasë të veta, tjere. Kështu që ka pas hem marketim, hem mësim. Ajo ishte bukura e gjithë kësaj. Çfarë ju ka mbetur në mendje prej të gjithë kësaj që ju keni përjetuar atje? Më kanë mbetur shumë gjëra në mendje, më kanë mbetur shoqëria, pra momentet kur kemi luajtur së bashku, si dhe vizita në muze. Pra, si dhe historitë e ndryshme që kishin mbretërit më herët. Elmira, ty? Çfarë të kam mbetur në mendje, çfarë e shënon, si e shënon ti këtë rrugtim? Vizita që kemi pasur në muze, po ashtu kemi pasur edhe kohë të lirë që kena mujtë me shëtit në bas muzes, edhe si jena shoqëru me njëri tjetrin në perioda. Të quaj edhe unë kështu arsimtare? Sa shihni që janë të rëndësishme dhe të domosdoshme ndoshta këto aktivitete për nxënësit dhe sa janë të mira për të bërë këto gjëra? Këto ishte, dhe më thanë, ba me pas ma shumë kështu diçka, do të ishte edhe më mirë. Sepse shkollat për jashtë dim se këta gjana ekzistojnë në për shtetet jashtë gjana ekzistojnë dhe ma shumë që lloj projektesh, por
këtu kena ishtë kjo, do është të shpesojmë të ketë dhe ma shumë. Kjo është një, si thohet, na jena arsimtar tankon, ka sa vetë derisa shkom, preja ditë që kena hynë në autobus, derisa jena këthuj, na jena, e që shala i kena fëmijë të mirë. A i gjaj ma kryesore për ne, unë i kena nej për kësi police. Përse kryesorja është që me pas sa ma shumë të aktiviteter se ka një përjetimet ma bukur gjaja ma mirë ish fëmija me fësu të argëtu. Dhe me thanë, me pa, mi fësu normalisht, edhe mu argëtu, ma het mëndë shumë ma shumë. Ne ju urojmë shumë suksese dhe shpresojmë që të keni edhe më shumë këto lloj aktivitetesh, siç në vendin tonë, në Maltuzi, por edhe në rajon, pse jo. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit e juve.